pas kësaj u thash që ai kërkon që i drejtohet tashmë dhe i bëm, themi, presion Spagut, e para herë tregon mjerimin e vet herë. Se sa mjeran është në këto momente. Pjesa e dytë është ajo pjesa që ai pret gjë tjetër. Kuptojeni drejt. Sepse jo më kot sot anulloi edhe vajtin në Bashkimin Evropian. Se do të ishte sot atje. Por tani ai ka diellën që komandon gjithçka, po lind klysh. Për çfarë duhet e Romilieti? E komandon me diellën e. Romilien e fut ke diellën dhe e komandon me diellën. Po u tall edhe Europa u tall me të. U tallën para 4 ditësh, u tallën e bën lec. Mani më nuk kam thënë deri në fund vitit do pastrohet kjo gjë. Nuk mund të eci më Shqipëria në këtë drejtë që është, se po shkon ditës mas Ballugut kanë shku dhe edhe drejtori rrugëve, ku diun se sa vetë tjerë kanë shku në Spak. Do jetë tash unë gjykoj se do jetë, do marrë një vendim për këtë Ballugun. Dhe këtu është tash konflikti Ballugu Rama nuk e heq dot Belinda Ballugu me firmën e vet. Rama pret që të marrë një vendim gjykata për mas sigurie dhe në atë moment Rama do ta shkarkojë se do thotë doli vendimi i gjykatës. Por jo se Rama po bën çudin. Tash ai tregon mjerimin e vet, asgjë më tepër. Se nuk mund dalë një kryeminist ti drejtohet një organi tjetër, është ndërhyrje direkte te organi tjetër. Të ndalemi pak te Belinda Ballugu. A mendoni se ka pasur një sherr në kryeministri mes Belinda Ballugu dhe Edi Ramës, ashtu siç ka deklaruar dhe vetë kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, sipas të cilit janë ndezur gjakrat mes kryeministrit dhe Belinda Ballugut? Në zyre se ka thirrë Rama dhe aty kam pas atë debatin e fortë për sa e përket dorëheqjes së Belinda Ballugut. Jo e pat shumë mirë. Jo më kote lidha edhe me ceremoninë që ndodhe, me ceremoninë mortore që ndodhe kur Belinda Ballugu i bëri kashillikun. Rama ka filluar kashim Belindës të atë që ka në dorë ai për ta bërë, do ta bëj. Çka do të thotë, ka filluar të fshi fotot, të heqi ato like-et, i ka futa patronazhistët për të bërë atë pjesën tjetër, e kupto? Pjesën tjetër duke sulmuar nga pikpamja rrjeteve sociale, duke i heq ato postimet e më thash. Por deri këtu shkon Rama. Këtë firmës për të shkarkuar Belinda Ballugun nuk ka mundësi. Dhe unë tash ajo mbledhje e mbrëmshme. E orës 11 natës është një tregues, po askush nuk ka folë deri tani çfarë është thënë atë mbledhje. Sepse mos harrojmë se përveç tunelit që ka dalë është edhe Begeti, ky Pacolli, janë shumë afera të cilat po kanë ngelur varr, themi, dhe Rama e di shumë mirë që është bërë e gjitha është bërë gurguleja në Spak dhe ky nuk e komandon më Spakun. Unë ju them, ky nuk e komandon më Spakun, nuk e ka më forcën. Për sa kohë doli Dumani dhe deklaroi që Spaku është në kombinim të plot me FBI-n, pra aty tashmë nuk është më Rama, nuk mund të futet më Rama në lojë. Nuk e ka forcën më për të futur dhe për të bërë atë që ka bërë deri dje. Unë jam plotësisht dakord që deri dje kishin ndikim. Jo se me Spaku. Sot nuk e ka më këtë ndikim. Dhe dita ditës po e tregon me veprimet që po bën, po e tregon që nuk ka forcë në këtë organ. Zoti Merkoçi, si mendoni çfarë mund të jetë diskutuar në mbledhjen e qeverisë së mbajtur në mbrëmje vonë, teksa rreth orës 11:30 diçka e tillë, Belinda Ballugu ka postuar një foto nga mbledhja e grupit dhe jo e qeverisë, pra ndoshta ka dashur të shpërqendrojë vëmendjen. Jo, nuk është puna se ka dashur aty kur bëhet mbledhja e grupit, bëhet mbledhja e qeverisë, janë gjitha bashkë se ky komandon gjitha, qoftë grupin, qoftë qeverinë. Mos harrojmë se në orën 8 kanë pasi mbledhje qeveria, pastaj në orën 11 natës ky ka thirrë përsëri. Thirrja për shdyti brenda ditës dhe anullimi i vizitës që ka bërë sot, do flet shumë. Flet për gjendjen mjaft të keqe të vetë Ramës. Në pozicionin e tij tashmë është shumë i keq. Sepse nuk është e lehtë, domethënë që ti të mbash
me dy zëvendës kryeministra në ndjekje penale dhe të mbash postin e kryeministit. Tashmë Rama domethënë është në atë ullin se ku do shkojë, mi po ai ka dhe dosit e veta të hapura. Dhe t'jeni të bindur që në të gjithë telefonatet e Sky e Encrochatit, të rrjeteve sociale dalin emrat e tyre. Dhe jo vetëm Belindës e ministrave të tjerë, por edhe vetë Ramës e ke në këto Encrochate. Jo pa qëllim, ata u munduan të përdorin një levë, domethënë, duke e çuar në gjykatë kushtetuese, gjoja si individ, vetëm që Encrochatin dhe Skyn ta quanin, mos ta merrnin si provë, po quhesh thjesht një telefonat, mos merren si provë. Në të njëjtën kohë që Amerika dhe Europa, Amerika fillimisht që tha është provë, pastaj vendimi i gjykatës europiane ishte që merret për provë dhe këta ngelen brenda kësaj. Mi po tashmë nuk kanë se si ta shtjellojnë tani, si dalin nga ky batak që jam fut vetë, jo si ka fut njëri, po jam fut vetë. Kështu që jemi në kushtet e depresionit themon tepër të Ramës për situatën që është krijuar. Ju e dini shumë mirë që Rama nuk ka lënë vizite, nuk ka lënë vend pashku, ka pas ngjarje shumë të mëdha dhe Rama ka çak kokën, ka hik. Kurse çuditërisht kësaj radhe stopohet, nuk ikën, nuk di pse, por thash ajo mbledhja e mbrëmshme e grupit apo dhe vetë qeverisë është tregues i një ankthi të cilit ata e kanë tashmë brenda për brenda, mos harrojmë edhe pjesën tjetër se edhe brenda për brenda Partisë Socialiste ka grupime, ka bryla, ka luftë brenda llojit dhe lufta brenda llojit është më e keqe se sa luftat e tjera. Zoti Merkoçi, a mendoni se SPAK po ruan dhe asin nën mëngë sa i përket hetimit të Belinda Ballukut për fshehje të pasurisë? Dhe kjo mund të jetë një goditje po aq e rëndë sa që ishte edhe në rastin e Erion Veliaj. Që ka dhe për fshehje pasurisë, ka dhe për, se nuk është vetëm për tunelin e asaj, ka dhe, mund të them që ka dhe për koncesionin që ka dhënë, që kanë prek interesat e sigurisë amerikane apo të vetë NATO-s. Mos harrojmë se porti i Durrësit, jo pa qëllim ja përmenda që në fillim gjykatën kushtetuese e cila doli kundër dhe doli në krah Ramës. Ai porti i Durrësit është pikë nevralgjike, mi po aty do jetë edhe NATO. Dhe dhënia me koncesion të huajve, alabare, drejtje, shejtane, kontratet që kanë me Kolumbinë, kromi që vjen aty, droga që vjen. E kuptoj, dhe ata po me atë që kanë bërë deri tani, duke e tjetërsuar të port dhe duke e kthyer në një pikë kalimit të drogës e klandestinëve të gjitha, atëherë kjo ka prek edhe interesin e sigurisë kombëtare të Amerikës dhe kjo është porti i Durrësit do jetë mund të them që porti i Durrësit është edhe asi në mëngë për sa i përket të tjerëve, ndërsa për sa i përket pasurisë që do të hetohet në pasuri, kjo u tregua me lajmin që doli që e motra Belinda Balluku tashmë po ndahet me shoqin në punë se këta kështu fillojnë ndahen nga gratë, nga burrat vetëm për të fshehur pasurinë, për të bërë gjë se mendojnë se duke u ndalë, mendojnë se do ta fshehin pasurinë, po e kanë të kotë, sepse unë ju kam thënë që FBI-a qoftë edhe Anglia i din gjithë se ku i kanë bankat e ku i kanë pasuritë e tyre. Ju kam thënë që edhe vetë Ramës i është bllokuar si dhe të tjerë, dhe vetë Ramës në Amerikë është bllokuar qoftë fizikisht, domethënë pronat që ka, qoftë edhe llogaritë bankare. Kështu që jemi edhe Erionin kështu e qitëm fillimisht, e kuptohet sikur ishte për ca shpenzimet e më thatë shoqet, por dolën pastaj të tjerat edhe Erioni do të vazhdoj të ketë të tjerat. Ashtu siç do të vazhdoj të ketë të tjerat edhe Belinda dhe automatikisht edhe Rama është brenda të gjithë aferave që ka bërë Belinda Balluku. Patjetër, sepse në të gjithë takimet, në të gjithë inaugurimet, në të gjithë veprimet ka qenë Rama prezent. Rama nuk mund vetëm për Belindën ai nuk mund të thotë që ka hëngër dardha pas shpinës time. Për çdo tjetër njeri
për Belinda nuk e thot dot se në të gjithë rrugët, në gjithë tunelet, në gjithë portet, aeroportit, mos harroni se ka qenë edhe Bexheti thash 4 orë sa në prokurorinë e rrethit Tiranës. Mirë po, kombinimi ndërmjet Spagut dhe prokurorisë Tiranës është evidente, nuk ka ndonjë gjë të keqe. Gjithë çka ka deklaruar Pacolli do të kalojnë tek Spagu patjetër. Janë deklarime në prokuroria dhe i merr dhe Spagu ato si dëshmi reale, pa e marrë Spagu në pyetje Pacollin për ato deklarimet që ka bërë aty. Dhe lufta e aeroporti i Vlorës tash. Po mos harroni, përveç aeroportit janë 2 anijet, 2 anijet që as kanë prodhuar ndonjëherë asnjë gram, po që vetëm kanë marrë lekë të shqiptarëve. Mos harroni se është edhe çështja e inceneratorit Tiranës, e cila nuk është mbyllur, sepse ju kam thënë që në fillim që dosja e inceneratorit Tiranës nuk është e mbyllur, se u dënua X dhe Y, sepse ajo është ndarë në 3 pjesë. Në pjesën e tretë është më e frikshmja. Pse? Sepse pjesa e tretë është direkt Erion Belia, Edi Rama, Belinda Balluku, apo dhe kryeministët që kanë qenë përpara, qoftë edhe braçja e kompanitë që kanë qenë kryeministë që kanë firmosur në atë kohë. Kështu që nuk është se u bë dhe unë pranoj them që do klasja ajo e madhja. Ka dosi mekanikal të hapur. Para 2 ditësh, 3 ditësh në Amerikë është bërë përsëri një problem shumë i madh në mediat amerikane. Çështja me Gonigal.